Mirëmbrëma miq, u rikthyem sërish për të mbyllë këtë episod i cili është i fundit për sa i përket kampionateve në për Evropë, kampionateve më kryesore, duke filluar nga Italia, Anglia, Gjermania, Franca, Spanja, këto që kemi diskutuar gjithmonë. Këtë javë do të diskutojmë dinamikat, verdiktet, sidomos në Serie A që ishin deri në moment fundit, aty ku surpriza Como bëri mrekullin, ku Roma e Gasperinit Gerit u rifut në Champions mas 7 vitesh. Do diskutojmë edhe për triumfin e Arsenalit në Premier, Arsenali Artetës. Do të kërkojmë një ndjes gjatë episodit, po kemi kohë. Jemi prit gjithmonë për ndjes. Do diskutojmë edhe për do ndalemi çik gjatë edhe këtë disfata e Milanit edhe Juventusit. Tash të fillojmë me Serie A. Ishin shumë ndeshje ishin me orar, ti nuk e di çfarë ndeshje ndoqë Geri? Ndoqja më tepër ekip në zemrës, Napolin si ndeshja fundit edhe Milan Cagliari. Okej, Napolin e pash dhe unë pak e pash, po që ishte ndeshje formalitetit themi se s'kishte më as i vlerë, ose më thoj se ishte thjesht për të rrit vendin e dytë. Ajo thjesht edhe për një lëm të mirë në thonjzat Kontes. Një lëm të mirë tani më zyrtare edhe nga ekipi. Okej, publiku e priti mirë. E duar tërkiti mas ndeshjes, ishte një kështu e di çfarë po vjen një detaj? Ndarje paqt. Angisa nuk ishte ke foto përgjithshme me ekipin, dhe mund të jetë një tip ekspulso që mund të ketë në ekipi. Nuk ishte të foto përgjithshme që u bë me skuadrën në fund, me krah me tifozat, po Angisa nuk ishte. Po ai flitet sikur do largohet. Ka pas dhe thashë theme që ka pas probleme me Conten. Edhe ndoshta mund të jetë i bashkangjitet dhe kjo që thu ti, po nuk e din, po që Conte e kishte vendosur qysh i muj përpara. Nëse mund të flasim çik më vonë për Napolin, por që ndeshja e parë që ja vlet diskutojmë është Verona Roma 0-2. 0-2 shënon Geri. Malen. Po. Edhe e zhvilloi një ndeshje shumë të mirë. Edhe nuk është si shënoka vetëm ekipet dobta siç them unë, po bëri realisht një lojë të mirë dje, mori përdore Romën e Gasperinit me një triumf edhe mori dhe vendin e dytë në gola me plot 14 gola Malen. Domethënë, pa e di pse ka shënuar më tepër me këto ekipe të vogla, por gjithsesi po tash Napoli është ekip i vogël. Okej. Juventus është ekip i vogël. E marrin mirë që në bimë. E kalojmë këtë, po që po ka bodhe me 19 Geri me ekipe. Po, me 19 ndeshje ka shënuar sa gola? 14. Dhe e di kush ka shënuar 20 gola, më duket, vetëm Ibrahimović, më duket. Dhe Maleni është i në vizore barabart me Ronaldon Dalimën. Fenomene. Për 19 ndeshje ka 14 gola shqisoj. Nuk po themi që të krahasojmë dy lojtarët, po që i dha stimul Romës, pak a shumë le të themi e futin shina, le të themi Romën e Gasperinit, atë që unë prap ka foli çik si rond për atë, po nëse opinionet janë ndryshme, këndvështrimet janë të ndryshme. Sharawi ndeshja e fundit me Romën, edhe e mbylli me gol. Sistemi bëri një ndeshje që mu realisht më pëlqeu. Nëse kisha hap edhe duke ndjek ndeshjen me miqtë e mi, kisha hap edhe në një ke laptopi im, po shikoja të gjitha ndeshjet në kohë reale, domethënë kush shënonte ekipet edhe pak a shumë ndoqja edhe Roma. Ajo Roma hyni kështu me shumë egërsi, themin thojza, domethënë e bindme për ta nxjerrë fitore me çdo lloj kushti, e vuni Veronën me shpatlla mas muri, Veronën të cilën Verona ka rënë, u bë disa javë, po mos harrojmë Verona ekip shumë i keq në sensin për kundërshtarët, sepse i ka prish punë gjithëve, i ka marrë barazimi Interit, i mori barazimi Juventusit, Napoli. Edhe dje Roma nuk është se kishte tapet. Po. Ishte me vujtje çdo gjë. Derisa doli goli i Malen. Diku nga funi pjesës parë, domethënë shkoi përqindja topit ishte gati ka pas dhe raste të mira. 79 me 21 për Romën. Ishte fut, mu pëlqeu mentaliteti, ishte fut për ta fituar ndeshjen. Pastaj s'po dilte goli gjë tjetër.
Me një parashikim po ta marrësh, Veronën e kishin marrë gjithë si ndeshje të thjeshtë dhe ndeshje fituese, po të shikosh rendimentin pasi ra Verona tregoi më shumë. Jo, i hapi punë Romës. Gjithë ekipet. Edhe Romës i hapi punë dje me vështirësi fitoi, pavarësisht se Roma luajti bindshëm. Urime edhe për tifozët e Romës. Edhe u rikthye mas 7 vitesh në Champions. Me kaq vite. Kjo për Romën, ndërsa surpriza më e bukur të paktën për gjithë tifozët e futbollit, duke hequr anën e Tifos Ligut, ishte qershia mbitor le të themi. Ishte Como. Absolutisht. Como, i realiteti vogël që tyn Champions. Domethënë, në fund neshës edhe ato nuk po e besonin sa e curia Komos të çote deri ke Europa League. Do shpresonin që tynin mos Europa League, Conference League, edhe aty ishin me objektivat ishin në rregull ato. Se Como absolutisht. Kur ishte vjet, ishte në vend 10. Vend 10, po. Par vjet par si vjet si ishte fare, si i bi. Domethënë erdhi kategoria të periudhë, po. Por ta shohë veten Champions me lojtar pa hyrje dhe kishte një, po lexoje në një nga këto gazetarit italian, thonte që nuk ka asnjë lojtar italian në ekip, po i ka të grumbulluar nga shtetet e tjera, të huazuar, nga formacioni nuk ka asnjë. Domethënë lojtar italian. Como? Dhe vetëm gjë e keqe pastaj që nuk më duket, nuk kam siguri, po stadiumi i Komos është aq i vogël sa nuk merr siguri nga UEFA. Po kjo është procedurë pastaj që zgjedhet mund të luaj privatisht në një stadium tjetër të. Do e rregullojnë ato derisa arritën të kalen Champions dhe rregullojnë se s'bë, po që Como të paktën bindi gjatë gjithë sezonit, bindi edhe me lojë. Kjo është ajo që unë më pëlqej ose eksakt. E vlerësoja ke Como po thosë javë për javë, sepse nuk ka që duke filozofia vetë e lojës. Një tjetër nivel e ktheu një filozofi tjetër të mirë futbolli, me lojtarë si Dakunja, lojtarë si Niko Paz, Duvikas, shumë lojtarë mirë, ka pas një Vojvoda Kosovës, ka pas një ekip shumë ngjeshur, po pa hyje. Nuk është se njihen shumë të lojtarë, po që ato yllin, ato e morën gjatë gjithë kompeticionit, gjatë gjithë serisa kanë treguar realisht që jemi dhe ne këtu, dhe kushdo që ka luajtur me Komën ka pas vështirësitë e veta dhe mezi ka luajt. Sepse nuk është se kanë pas thjesht luajsh me Komën, luajsh me atë rivalitetin që luaj me Komën ishte shumë arriti moment që sidomos për këto ekipet elit lart, u bë që të luajë me Komën ishte ta konsiderohen neshe direkte. Aty erdhi forca e Komës, forcë që i lind gjithmonë nga filozofia e lojës. Duke ditë që ato nuk çdojnë, edhe kur kanë lënë pikë, kur janë rraf, domethënë mund të ketë pas shumë rrallë që Como ka qenë dobët. Po ka pas raste që ka barazuar, është mund, po prap gjithmonë atë idenë e lojës, filozofinë ka pas Fabregasit. Mund Fabregasit e kanë majt. Parë që ka Como. E shifja edhe një ka pasur përplasje me disa nga tifozët e Interit ose me klubin e Interit e kishte këtë vit, pasi kërkonte ke pjesa Niko Pazit dhe ngulmonte që Niko Paz do qëndrojë te Como. Nuk do vite ju. Pas merkatos domethënë që doli emri jo e qellonte Interi, jo kishte mbyll marrëveshje dhe pati një agrevim nga Fabregas. Biles në çdo intervistë përmendte pjesën e kur e pyesnin për Niko Pazin nëse do largohet ose jo. Kishte këtë pozitivitetin që i jepte ekipit dhe Komos, që po lojtarë shijonin dhe vetmi ekip që mund na e marrë është Real Madridi, që dim që si është bërë kontrata. Në çdo moment që Real Madrid kërkon Niko Pazin, kuota është 10 milionë. Është me rekon, pra e ka drejt riblerje Realit dihet ajo. Në ato kontratat e Papa Perezit. Tjetër, pastaj edhe tifozeria Komos është vlen për të vlerësuar. Është njëshme me ekipin Fabregasin në filozofi, që do të thotë nuk janë zorën kotët të banderolën Allegrit, që i thanë më mirë një ditë me Fabregasin sa 100 ditë me Allegrin. Domethënë kjo trego emancipimin e tyre për sa i përket asaj se çfarë duan të shohin fush. Domethënë duan të shohin futboll, se mund të ketë tifozëri që duan nuk duan dim sa del. Si po luti, po na fito 3 pikët edhe të vazhdojmë të ecim. Kjo është gjë e mirë që i shërben futbollit, sidomos në Itali që
Okay. ka hyrë me ca Po. me ca qerthulle shumë problematik. Shkojmë Këto dyja tani që folëm deri tani, Roma dhe Como, i morën vendin Juventusit dhe Milanit. Dy ekipe big, elit, që janë gjithmonë që janë ekipe që Juventusin nuk e parashikonte njëri që të ishte jashtë Championsit. Në kaq vite Juventusi ka shumë vite që nuk e konsideron pjesën Champions, është rivale për elit, është rivale për fitu kampionatin. Po dogji dy ekipe si Milani dhe Juventusi, pas ka problematikave që kanë të dyja ekipet, po do të diskutojmë gjatë. Ajo që po shifsha unë ishte që se Juventusi e preu biletën javë para dhe kishte shumë pak mundësi. Domethënë ishte e mbar nga kombinacionet. Ndërsa rënjet shumë të keqe boni Milani. Duke ditë që e kishte vetë fatin në dorë, mund të fitonte, mjafto të rifte Caglierin edhe e kishte vendin pa asnjë e kishte vendin i sigurt. Cagliari s'lute për gjë, po pas Verona s'lute, po japi punë, po fitoi Roma. Ishte edhe jashtë. Milani me një avantazh që plus se shënoi golin shpejt. Edhe ai e lëshoi pastaj të ta kthej Cagliari tash, sidomos në neshin kur ti je jeta vdekje për të hyrë Champions. Dhe adresoi edhe një motor të Cagliari, kanë parë një lojtar si Gaetano. Është tani Napoli. Me di, më pëlqen shumë, po një dy gjyte i kapi, ja dy gjëra i Menjani. Nëse ke parë atë goditje nga jashtë zonës që ishte lojë 1-2, ishte një për 1-3 ajo që do mbyllte totalisht ndeshje, ka pasur një rast Como minutë pas golit direkt pas golit dytë kishte një rast Cagliari që ishte njësh për njësh me Majnanin, po e humbi në fund. Nëse mban pas golit dytë. Di edhe problemi është kishte dy gjëra, domthonjë që Milani nuk reagoi fort. E para shikon aty ke Milani me çfarë nuk funksionon. E para shënoi golin shpejt, që mund ta menaxhote lojën, shënoi edhe gol tjetër me Terezi. Dhe dyta dhe Cagliari që ja ktheu shpejt. Që kështu kishte kohë Milani për tregu Milanin që ta çote nga 1-2, ta çote 3-2 neshin. 4-2, si dhe lutem menaxhote mirë. Po jo me 2-2, mbi gjitha lutë barazimin e hynte sërish. Po nëse se ato nuk e din tash kur janë duke luajtur që na duhet vetëm i gol apo s'na duhet, kanë hyrë në fush. Po mirë, makinacioni i saj është. Duhet kishin luajt fort, nuk e di, edhe tash kur shef për shembull tash se Como vjen nga Serie B e qi rrugtimin që ka bërë këto vite, vjet merr venin, ndërkohë dhe me buxhete se thonë, Como kështu Como ka rroga. Me çfarë flitej domethënë në media, çfarë flasin to? Nuk është se ka rroga Como, ja. Nuk ka rroga Como. Gero, po të krahasosh me Milanin dhe me Juventusin, ja, nuk ka rroga që ti ketë më të mëdha. Po të marrësh dhe ta krahasosh kur thotë po mirë ta krahasosh vetëm me Vlahovićin, sa bër Vlahovići ke juja. Po tash nga e gjet atë që Como ka rroga shumë, po më se ka shumë media që flasin sipas teorive të tyre. Tash unë nuk po them për rrogat, po them për atë vlerën reale të ekipeve sa është dhe domethënë me këto dyja Como mund të jetë Niko Pazi për shkakun që mund ta marrin në midfield, që mund. Po nuk po hy tek se mund të them unë ai Rabioti, Leao, Manjan nuk do morim makinë llogarisë tash. Unë po them vlera e ekipit total Comos është 351 milion euro, dakord? Tashi 351 milion euro është Como që vjen mbas disa sezonesh nga gavetat, nga kategoritë, erdhi në 10 ekipet e para, pastaj vjet zuni venin, ndërsa pastaj Milani është me 483 milion euro vlera e ekipit, është edhe Juventusi 524 milion euro. Pa Champions League këto. Vlera e ekipit. Dhe problemi është se kur ti je në këto shifra se Como është më pak, më ullët, po nuk është, si me thonë, 100 milion edhe të thush, shi kjo e vogla fare. Po problemi është i ekipi i ri që të ka ardhur pa hyje dhe të zuni venin. Dhe ti duhet ta marrësh me shumë mirë që unë ta thash që në shkurt. Po. Kjo zona Champions dhe bosja e konga me karrike
do jetë karrikja, do rrotullohen gjithë dhe në moment funit sa të pushoj kënga, që kënga pushoj dje, vetëm dje, javën e funit, kush ze venit, tjerat në shtëpi. Dhe ashtu ndodhi. 2 ekipe që surprizte. Dhe ato që surpriznin. po për javës këtë javë që u bon neshit, Juvja u priste, donë që ishte thuajse jashtë. Po ta marrim një fill, Ajo që nuk priste ishte Milanit, ishte gaf shumë e madhe Milan, se Juvja humi qysh me Verona dhe me Fiorentinën. I lau durët. Trajner frika cakte, ai nuk di ta mbledhë ekipin. I lau durët, kurse Milani e kishte në dorë vet. Tash Allegri, unë ta kam thonë që mos pëlqej fare, po fare herë. Zero. Edhe përpos se nuk pëlqej, nuk është edhe se po krahasimeve që mund t'i kemë bëu Allegri. Po jo më të krahasimesh, plasë kontestimet, pastaj gjithë tifozëria Milanit u shtun bilet radhët, se i herë ishte Furlani, i herë kështu, tash u shtun, jo po Ibrahimovici që kishte dalë edhe i me eskort nga stadiumi, duke shoqëruar se kishte pas probleme. Por problemi kryesor Gero për mua është Allegri. Ne e kemi diskutuar bashkë apo jo? Po. Ne kemi diskutuar që për Allegri nuk të le shihen e futbollit. Domethënë ka bë fitore fazën e parë. Fitore të vakta jo me shumë lojë edhe ajo loja duhet çote, po problemi që kam me Allegrin është se më boni shumë përshtypje edhe intervista mas neshës. Intervista që në një fjali të shkurtër unë e pash gjithë ato fjalinë shumë kontradiktore, sepse tha diçka të tillë që ne merituam vendin që kemi, domethënë vendin e 5. Dhe vazhdimi i fjalisë ishte dhe i falenderoj çuna, domethënë lojtarët që dhanë maksimumin për Milan, për neshën etj. Po këtë gjë, po ta analizosh, do të thotë që e para punës ti hyre me objektivin që të dilje vend 4. Tash më del mu dhe më thu që ne meritum vend e 5. Dhe thu falenderoj çunat. Domethënë ti falendero dhe ndër tjerë çunat e tjerë dhe Manjan dhe Rabiot dhe Modric dhe i thu që ju vlla për vend 5 jeni, se ky nivel jeni. Domethënë kur thu ne meritojmë vend 5, po ju keni bot pa mundurën, domethënë ju deri këtu e keni stekën. Dhe kjo gjithë këto piruetat e Allegrit janë për të rujtat e fytyrën e vet që ku dëgjon mu nuk e honeps dot, sidomos me këtë situatë, sidomos këtë vit në fundit se janë bodhe ai ka një entourazh gazetarësh që i bëjnë fresk shumë, e mbrojnë aty ku s'duhet mbrojt. Edhe nuk e di tash me çfarë fytyre do dalin tash të thonë fjalë të mira për Allegrin. Kjo nuk pëlqej fare kjo mënyrë sjellje dhe është nuk e di, është për tu nënvizu, domethënë që se Allegri mund bëj një kampionat shumë të mirë dhe unë jam i pari që mund të them fjalë të mira. Bëri këtë, s'ka nevojë të fitoj kampionatin, shkojnë Champions me lojë me tjerë. Po ama kur ti boj kampionat mediokër, unë kam gjithë drejtën e botës të them që ti je trajner mediokër. Kështu e shoh unë, nuk e di çfarë menoti Gero, po nuk është se më ka pëlqyer ndonjëherë. Asë mua Allegri nuk është se kam pas një simpati, se ka pas një nivel loje, i shkon aty domethënë me atë lojën mbrojtëse më shumë që ka, nuk është se më ka pëlqyer ose nuk është se më ka ndjek në një gjë inspiruese si trajner, është trajner siç e the ti mediokër, akoma nuk është se kam një vlerësim ose që të votosh që po ky vlen që të ngrej një ekip shumë të madh si Milani. Milani është ekip shumë e madh, po jo për formatin e Allegrit, pasi siç e the dhe bin kontradikt me shumë fjalë që tha, se ne jemi ekip për të hyrë në Champions League dhe po sot e kësaj dite vje në vend 5 dhe hyre në Europa League. Vje kontradikt totalisht me fjalët që tha. Për mua nuk është se është një trajner plus, domethënë për t'i thuash ke trajnerët me eksperiencë. Eksperiencën e ka gjatë viteve që ka kalu, po që ka pas dhe Juventus, nga dalë kampion me Juventusin, po që ka pas superstar dhe superhyje në ekip atë periudhë. Kështu që po s'dole domethënë të hyje kampion është gjë pastaj si javë si gjë.
Për ashtu si shkuan gjërat, domethënë se mund të eci trajneri të keq, nuk funksionon ekipi, nuk ka sinergji, nuk të eci gjërat. Problemi unë e kam me atë se ai trajneri duhet të ketë çik fytyrë kuraj dhe thot këtu është gabimi im, unë kam gabu, marr përgjegjësitë e mia, ai nuk merr ndonjëherë përgjegjësi. Ne merituam atë vend e 5, faleminderit çuna se bën maksimumin, domethënë larg si skile, domethënë që ne letar për vend 5 kena. Kupton se kur i thu që ke bën maksimumin dhe maksimumi që bë ti është vendi 5, është domethënë ti kaq e bllaz, kam çat bëj më shumë. Po këtë nuk mund t'ia hudhi sidomos tifozërisë Milanos ai me gjithë histori me Champions e me gjithë ato histori që ka pas me arritjet me Sakin e me tjerë janë i turm tifozash që nuk janë aq budallesa të tipa Ande Allegri dhe kjo më ka irrituar, domethënë jo mo ta kishte boke ekipi im i zemrës për shembull. Mu m'bie keq edhe për tifozat e Milanit që i trajton në atë mënyrë me ato deklarata shumë furbo për ta shpërnda atë problemin, se Milani ka probleme, ka qy lart deri në fund, po ti merr përgjegjësitë tuaja, kaq. Këto për Milan Cagliari. Napoli Udinese. Kemi Torino me Juventusin, Geri. Po. Torino. Se nuk e prekam. Gjëja që filloi me vonesë për shkak të një konflikti të tifozëve gjatë para fillimit të ndeshjes, dhe ndeshja filloi në orën 10 për çerek, në krahasim me ndeshjet e filloi një orë mbrapa. Dhe ndeshja filloi një orë pas një konflikti të tifozëve. Torino Juventus 2-2. Pati një konflikt, Geroj ishin u afruar për në stadium tifozëria e Torinos me të Juventusit, për të evitu problemet u fut policia në mes, aty plasën ato konfliktet dhe të paktën ajo buletini funit, informacioni ishte që jo zyrtar. Domethënë, se unë ndogja ca intervista të disa dëshmitarëve okular dhe të gjithë ato pretendonin që ai tifozi i Juventusit është plagos nga një këto lakrimogjon, don këto që hedhin gaz, ka plagos në kokë, boni dhe ndërhyrje urgjente, është jashtë rrezikut për jetën, thonë. Ndërkohë burimet jo të konfirmuar thonë që është plagos me shishe. Domethënë, po kjo mbetet për t'u sqaruar, duhet kur të mbyllen hetimet. Nuk është se ka gjë zyrtare, dëshmitarët thonë që nga ajo bombë e gazit llotësiellës. Dhe kjo boni që sepse tifozat e Juventusit pastaj kërkuan që mos bëhej neshja. U bëj gjyrolldi, po që ishte nesha funit, nuk mund të shtyte, dhe aq sa ishte e dëmtoi, domethënë fair play, sepse se s'bo duhet lunin gjitha me orar, po gjithsesi rast human, domethënë kur ka jetë njerëzish mes, pranon çdo gjë dhe nesha filloi orë mbrapa. Juventus e filloi mirë. Me gol Vlahovic. Dhe shënoi 2 herë Vlahovic. Po, siç e tham javës që kaloi që Juventusi nuk e kishte më fallin e vet në dorë. Që kështu edhe me mbarimin e neshëve të tjera, Torino shtoi çik presionin, jo se Juventus japi portën, po që të bie nervi, don e kuptoj që ti bëj çfarë dush tash, nuk del dot më në Champions. Edhe barazoi ndeshjen. Ndeshje vagë të dukte më. Edhe ishte i çik irrituar edhe Spalletti në intervistë që e pash. Edhe i mshonte gjithmonë në atë faktit që e ka thënë një 2 herë tjera që nuk ka lojtar me karakter. Por që se kishte ca nga ato që shpresonin që mund t'japi dorëheqjen, po që në fund i tha atyre gazetarëve në studio, tha do më keni këtu, tha, dhe viti tjetër mu, tha. Domethënë që konfirmoi shumë fort atë qëndrimin, se unë të pata thonë ty ti thëshe ai do mercato, po mercato pa mercato. Unë të pata thonë të preme, me i kom do firmosi me Champions pa Champions. Dhe nuk mund të dilte nga skena tash. Shumë gjasa kokë preme i bi mund tjetë i komolia, mund të heqin, mund të zëndësin, kurse
ke Milani se si përmenëm, tham është i zinxhir gjatë duke filluar nga Tarja, Allegri, Furlani, do bëhet i revolucion se ç'do bëhet nuk e dim. E vërtet është ka lajme të shumta Biles, lajme që mbien edhe mbi shkarkimin e Allegrit e shohim pak a shumë si të kryer, domethënë çka flitet më tepër, po ai te i gjithë bukur, ai ka treçerekun e gazetarëve, i ka miqë shok edhe atë bën gjithmonë ai, domethënë sa marron neshja i jep informacionet gazetarëve. E ka bë historikisht, prandaj është nivel shumë i ulët Allegri. Ka marketing të madh, domethënë kur lu keq, kur bëj gjëra të keq, e ka marketingun e fortë. Ecim. Nesha tjetër Napoli Udinese. Paratësi ishte Napoli Ongero, fitoi 1-0. Unë nuk e pash gjithë, pak pash. Boni gol Hojlund, pash i çik që doli Alisson Santos i dëmtuar që në fillim. Po tjetër kush doli, duhet doli edhe tjetër. Edhe Lobotka. Edhe Lobotka i dëmtuar. U zëvendësu nga Gilmori, po them se janë më tepër për t'i ruajtur nga që ato Gilmore do jetë mbotror. Alisson Santos jo i grumbullum, po Lobotka po. Alisson Santos ishte punë rujtja ajo, se mund të dhe pjesën e parë gjom dhemi çik këtu dhe po dal, po ai sa filloi loja, ai kishte problem. Inshallah s'është një gjë serioze. Nuk besoj unë, po edhe për Lobotkën prap nuk besoj, po nga revolucioni që ka dalë në Napoli, mendohet që pjesa më e madhe mes fushës nuk do jenë më sezonin tjetër dhe ajo çka ka kërkuar Aurelio De Laurentiis është një moshë mesatare, le të themi nga 23 deri në 27 vjeç. Po të shohim, do si zeta asnjë, as McTominay do ta shesi McTominay me to. Janë disa që do lejohen kur thua asnjë bi që dakor, janë disa që do më thonë, do ketë largime, po që pjesa më e madhe nga ekipi do jenë në brendësi. Do më thonë, duke përfshi Alisson Santosin, Hojlundin, dhe pjesa do jetë McTominay, që prapë edhe pse kishte oferta shumë të mëdha si nga shumë ekipe shumë të mira dhe edhe nga Arabia, prapë McTominay ka si duket i ka pëlqyer qyteti ose diçka e tillë, është mezi pret edhe rinovimin me Napoli dhe për pas vazhdimsinë me projektin e Aurelio De Laurentiisit. Nga lajmet e tilla që dalin janë shumë ekipe që kërkojnë pas largimit zyrtar të Antonio Contes. Tani janë shumë trajner që duan të jenë projekti Napolit. Është Fabio Grosso, është Vincenzo Italiano, ditën e sotme edhe Allegri. Po i zoti inshallah jo atë Allegri. Jo, domethënë. Se nuk e nuk e parashikojnë dot pastaj trajneri Allegri është. Se zgjedhim ne, po që po erdhi nuk është se do më pëlqej as pak se zgjedhim. Fabio Grosso mendimin? Më mirë, unë jam i çik nostalgjik, do kisha preferuar më mirë rikthim në Sarrit se sa Allegri në bankinë. Sarri duket sikur ka një domethënë një në thonjza le të them marrëveshje me Atalantën. Pasi fitet që Giuntoli do rikthehet Atalanta për një projekt të ri. Është bisedime goxha të avancuara madje me Atalanta. E biles fitet për një kontratë deri në 2029. Atalanta. Le të vlerësojmë çunat për do shikojmë çfarë do ndodhi. Ecim. Nesha tjetër ishte Bologna Inter, golead 3-3, isha diku dhe po judhja e sy kështu. Edhe me i moment kur ishte Bologna në avantazh, nuk e maj men sa ishte, më kujtu thash, kjo Bologna ja mori edhe kampionatin vjet Interit, që morëm ne, mamen, edhe 1-0, ishte 1-0, minutat e fundit ishte gropa kryesore Interit që humi kampionatin. Thash qa bota shumë prap këto luftu duke u ktheve në një moment nostalgjik. Edhe po Interi e barazoi 3-3, domethënë ishte neshë kështu pa objektiva. Po që nuk Interi vazhdoi, nuk është se e lëshoi fare atë, se mund të kishte edhe drejtën po të me lëshoi fare tash i le. Okej, fitoni, në sensin, jo me alon vetë, po të shkref, po që jo, u mundun lutën me gjak, e barazun, edhe gëzun bilës kur e barazun, do në trajtu neshën seriozisht.
Qivu çdo moment po ta shikosh, ndeshin e ka marrë që nga fillimi i ndeshjes, e deri në fund ndeshjes e marr me një kështu eufori të lartë, edhe që kërkonte çdo moment nga lojtarët. Shifra sistemimin e Qivut dhe atë çka kërkonte nga Stoli për ekipin. Këtu shënon Bernardeschi, Pobega, Zielinski autogol, Di Marco, Pio Esposito dhe Diouf, pa. Ishte edhe neshja tjetër pa interes dhe kjo, se thamë ato të parët ishit për jetë vdekje, Lazio Pisa, 2-1, Pisa tashmë e rën nga kategoria, Lazio boni fitore kështu morali për ta mbyll atë kampionatin me fitore. Le të themi për Sari, në tifozët. Edhe nuk është se kishte një kështu Ele Bashiru, Pedro dhe Moreo. Pas tifozat nuk ishin prapë në stadium tifozat e Lazios, por kanë gjithë sezonin. Vazhdojnë kontestimet ato. Kanë kontestimet. Ndeshja tjetër ishte Parma Sassuolo dhe kjo pa histori, 1-0 Pellegrino. Ndeshja e lehtë dhe Parma kishte fut pjesën më të madhe lojtarë që vinin nga Primavera për t'i dhënë mundësi lojtarëve të tjerë. Eksperimente pjesën portierit, futi portierin e tretë. Ai kishte një kështu për të pa thjesht për t'i dhënë minuta të gjitha. Ndeshje disi e rëndësishme ishte Lecce Genoa, se Lecce lulte për mbjetesë. Kishte atë frikën nëse Cremonese i bote një surprizë Komës. Dhe Lecce u rrifte, u ndryshin vendet. Po. Shkote Lecce në Serie B. Po. Po që u shtrëngu Lecce, fitoi 1-0 plus ajo Como e drejtoi ndeshjen tani nga krau tjetër me Cremonesën. Edhe e zgjidhi. Këto ishin për Serie A. Mendoj nëse do kemi një episod të mesëm para fillimit të botrorit, mund të bëjmë dhe një analizë më të gjatë. Domethënë për gjithë ecurinë e Serie A-s, kush gaboi më shumë dhe kur. Po që kjo ishte java fundit, që u mbyll. Edhe kalojmë tek të pak e Premier Liga, ku trajneri më kot në historinë e futbollit që ki pati Gera shpallet kampion. E kena thënë në çik kështu tani, kërkojmë një mea culpa këtu, kërkojmë një ndjes për ndjes vockë le të themi. Mirë këtë, po ky trajneri kot është edhe në finale të Champions League-s. Aty dhe a falë kompletën, po e mori dhe finalin e Champions League-s dhe them, po ky është trajner me... Po e umi, e ke qik, është kaut kjo se t'ishtë në një kështë fitu. Tani, unë nuk është se unë si pëlqej ati, di që nuk i pëlqej Artetës, është problemi ke pjesa e lojës, se ka mbrojtëse më tepër dhe nuk di, nuk është pak a shumë si Allegri. Okej, një sekund, që të kuptosh Giri, si lexohet futbolli. Tu më burrë kam. Jo, me qetësi që të kuptosh si lexohet futbolli. Tashti jemi ke rasti Artetës dhe më the, është si puna e Allegrit. Tani, nëse Allegri do kishte fituar Serie A dhe do ishte në Champions League në finale, unë nuk do isha aq idiot dhe të thoja që ky Allegri është kështu, është kujt, ky. Rezultatet flasin vetë. Mund të thoja Allegrit, bravo i qoftë, super trajner, e mori ekipin, e çoi në finale, fitoi kampionatin, pavarësisht se mos i loj nuk më pëlqen më shumë loja këtij tjetër. Po jo ti them tani më i marrë me gjithë kohën. Okej. Domethënë duhet të kuptosh çik uroj edhe për Arsenalin për titullin kampion, edhe tifozët e Arsenalit, edhe Artetën në këtë rast. Edhe një mea culpa të vogël për Artetën, domethënë pa ato kanë qenë kështu rastësi, ato ato fjalët që thash për Jo, çështje kështu. Nuk e pse thu tre herë fal Giri, sepse nëse kemi mendim ndryshe, kjo bota për ne është e bukur, se po të jemi të dy me menes, bëjmë podcast, e dim gjithë është kështu dhe... A ti ku e kisha më tepër, kam të pjesa mbrojtëse dhe pjesa që nuk më pëlqen në Artetë, pasi dua unë si gër, pëlqej edhe futbollin e egër, dhe atë futbollin e shpejt, me gola, domethënë dhe Arteta nuk ta jep atë pjesë. Nuk lu shpejt Arteta. Po jo pra se nuk është më tepër i rrequr. A diu tash ti do të më krahasu me Allegrin mua di po ato të dy futi krahasosh fare sa Allegri është pika hallit po. Po jo, se mblefi që e thej biçi ishte i fundit të dynjos. Po mirë. Nëse këto janë që ta kuptosh futbollin, Gero ta shohësh më ndryshe.
Premier League i bënd një rezume rezultateve të javës. Brighton Manchester United 0-3, Dogu, Mbuemo edhe Bruno Fernandes. Crystal Palace Arsenal 1-2, Mateta, Gabriel Jesus dhe Madueke. Fulham Newcastle 2-0, Liverpool Brentford 1-1, Jones dhe Shade. Manchester City Aston Villa 1-2 për Aston Villën, Semenyo dhe Watkins në dy gole. Mbijetesa Tottenham Everton 1-0 pa linja dhe Tottenham mbijeton. West Ham Leeds 3-0 dhe i bëjmë një rezume renditjes kush merr pjesë në kupa, kush merr pjesë në kupa, nga vendi i parë deri në pestën. Janë 5. Po mund të fitojë Arsenali që me shikën dhe pastaj dhe flasim deri tani. Po. Matematikisht zyrtarisht të dhënat sipas Premier League-s janë këto. Arsenal 85 pikë, në vendin e dytë ndjek Manchester City me 78 pikë, Manchester United 71 pikë, Aston Villa 65 pikë dhe Liverpool 60 pikë në UEFA Champions League. Bournemouth 57 pikë, Sunderland 54 pikë në Europa League dhe Brighton në vendin e 8 53 pikë në Conference League. Bie nga kategoria West Ham me 39 pikë, Burnley me 22 pikë dhe Wolves me 20 pikë. Një pyetje Mari, lexo dhe herë të lutem, kush ishte në Europa League nga dy anglezët? Në Europa League sipas renditjes është Bournemouth dhe Sunderland. Okej, domethënë Bournemouth dhe Sunderlandi mund të thënë brinjët edhe Juve dhe Milanit, Praktikisht po. Po ti marrësh 10 në anglisht tu. Do më thonë nga, po t'i krahasosh nga vendi, se s'po them top 5, se top 5 ja, i ke pikën e shumë si tipo, nga 10 apo ta marrë, deri ke 6, vallaj të janë më të fortë Italia. Po janë 10. Ishte edhe java fundit duket në La Liga. Po, java e fundit në La Liga. Gjithë gjonat ishin mbyll kam përshtypjen. Mallorca bie nga kategoria. I bëjmë një rezume rezultatesh. Mallorca Oviedo 3-0, Torres, Morianes dhe Muriqi. Shënon sërish Muriqi 23 gola, top 4 mbas Mbappés. Domethënë mbetën aty, po doli 2 Muriqi. Real Madrid Bilbao 4-2. Garcia, Bellingham, Mbappé, Diaz, Guruzueta dhe Izeta. Valencia Barcelona 3-1 për Valencia. Guerra, Rioja, Rodriguez dhe Lewandowski, për të përmendur që është ndeshja e fundit që luan Leva me pyet për Leva, nuk është ndeshja e fundit që luan me Barcelona dhe pritet ka tentativa dhe ka kontakte nga një ekip italian i fshehur. Që për momentin nuk ka dalë, po mendoj sipas atë që ishte me Juventusin, ishte alternativa, po kjo është problemi mos marrës pjesë në Champions, janë ndërlikojë gjërat edhe duhet pa pastaj do e pranoj Lewandowski që edhe pa Champions Villarreal. Kishte një çudi e bukur ky rezultati. Po pra 5-1. Po Atletico Madrid 5-1. Atletico do ketë luajtur me Akademinë si duket se kështu i bie. Simeone do ketë qenë Omar Dark, s'ka qenë fare ty. Se me 5 gola ato nga ai kishte kap me shpulla të gjitha ato. Themi pak a shumë. Kaq La Liga. Edhe një herë renditjen pa s'ka nevojë pikët, vetëm dua pjesëmarrjen Barcelona, Real Madrid. Barcelona, Real Madridit, Villarreal, Atletico Madrid dhe Betis. Në UEFA Champions League aske Spanja nuk jemi ne domethënë. Po edhe Spanja me 5 edhe kupto edhe Betis në Champions. Betis në Champions, pas shumë mos gaboj gati 15 vjet. Celta në Europa League, 7 në vendin e 7 është Getafe, që ka Conference League, por për të vlerësu është në vendin e 10 Real Sociedad, nga që mori kupën e Spanjës, është automatikisht në UEFA Europa League. Por bie nga kategoria Mallorca Girona, një ekip që para në mos gaboj në 2022 ose 2024 në mos gaboj, Girona ishte pjesë e UEFA Champions League, atë vit doli në vend 3, në vend 2 më fal, dhe Oviedo
bie nga kategoria. Mallorca, Girona, Oviedo, mund të jetë një bonus nga ato gole që bëri Muriqi, mund të ketë një tentativë, pastaj mund të bëjë një diçka ku Muriqi mund të ketë një Besoj marketingun e ka të mirë, do ketë oferta, mund të ketë u fol për ke Barcelona, por unë sigurisht nuk e besoj. Ja, nuk se besoj që mund tash nuk është ka një nivele tash, okay, ka bë gole apo që ta marrin një fill që nuk është akoma ai të marrësh ta krahasosh me për te Barcelona. Okej. Abiznet superiore Final Four. Pikët ndeshjet e fundit, javën e ardhshme është edhe java përmbyllse kjo Vllaznia pse u rraf nëse kisha qef fitote me Ignatin. Jo, nuk bëri një lojë mirë, pati dhe Grushta pas ndeshjes, pas golit e Ignatias. Pati probleme dhe u zin lojtarët, pati një nga lojtarët e Vllaznisë goditi Aleksin me grusht dhe u dënu Aleksi në këtë rast me të kuq pasi një provokim, bëri një nga ato provokime, domethënë te tifozët e Vllaznisë, njëri nga lojtarët. Matematikisht Vllaznia s'ka më shanse, matematikisht është diçka. Vllaznia Ignatia 1-2, Sota Diesa Chato, Dinamo Elbasani 0-3, Cague 2 dhe Diallo. Në kuadër të Elbasanit. Dhe renditja është e tillë që favorizon në gjitha mënyrat, favorizon Ignatian. Pse do thuash ti? Sepse Ignatia ka mundur edhe Elbasanin, edhe Vllaznin dhe praktikisht Dinamo është jashtë lufte për titullin, sepse është 27 pikë, që edhe nëse fiton nuk kalon as Vllaznin dhe as Elbasanin, sepse Qameti shkon 30 pikë, gjë që nuk të jep ecurinë e mëtejshme dhe automatikisht luajnë 3 ekipe për vendin e parë. Po që Vllaznin e shoh pak më distancuar, sepse do e ketë shumë vështirë duke bërë matematikën e thjesht, pastaj duke parë që ndeshja e fundit është Vllaznia Elbasani, luajnë kokat me njëra tjetrën dhe Ignatia lehtësisht luan me Dinamon. Dinamo pa busull dhe do luajë një ndeshje thjesht për statistik, ndërsa Ignatia mjafton të fitojë dhe është kampion e Shqipërisë. Domethënë më shumë gjasa Ignatia është kampion e Shqipërisë. Ignatia edhe një statistik, domethënë, i bëni një rezume thjesht Final Fourit ekipet që janë sipas radhës. Ignatia 34 pikë, Elbasani 34 pikë, Vllaznia 31 pikë dhe Dinamo 27 pikë. Okej, kemi dhe Kupën e Gjermanisë. Fitoi Bayerni. Si mund të themi kësaj me Stuttgartin? Mund të themi Bayern Pokal? Bayern Pokal po. Okej. I duhet trofeu. Nuk e toleroi. Harry Kane, 3 herë. E kopsiti Kane me 3 herë. 3 herë, po. Edhe u shpall përballë Stuttgartit. Fitues e kupës. Bayern Munich Stuttgart 3-0. Edhe e fundit edhe në Francë ishte Kupa Francës. Fiton Lens dhe Nice mos gaboj bie edhe nga kategoria. Po, fiton Lensi 3-1. Thauvin, Eduard, Sima dhe Koulibaly. Jo, Koulibaly. Jo, Koulibaly tjetër. Okej. Këto ishin pak a shumë evenimentet që ne diskutuam edhe që ishin gjatë javës. U mbyllën gjithë kampionatet, u dhanë gjithë verdiktet, surprizat, dështimet e gjithçka. Ne shpresojmë të takohemi për botrorin, i cili fillon me datën 11 qershor. Urojmë të jemi me ju në ato ditë të atij evenimenti. Nëse do në jepet mundësia, kemi edhe dalje tjera para botrorit, po kjo varet edhe nga sponsorët tanë. Gjithsesi ju falenderojmë gjithëve që na ndoqët dhe miru takofshim në episodin e ardhshëm. Faleminderit.